Ulvan, a është profitabil tregtimi i kriptovalutave? Dhe a mund çdo kush të inkuadrohet në botën e tregtimit të kriptovalutave dhe a është e lehtë, kuptohet? Kjo pyetje lidhet me atë çka më herët e cekum edukimi i mirëfillt. Tash për dallim prej, me thon, dekadave më herët, se na e cekum më herët që tregtimi i aseteve virtuale ka ekzistuar edhe para kriptovalutave, por ka qenë diçka ekskluzive për një shtresë të shoqërisë. Ndërsa tash me ardhjen e botës së kriptovalutave, me këmbimorët e decentralizume, qasja është bërë e lehtë gati për çdo njeri. Është thy, domethënë, një akull i madh që investitor ki mujt me qenë vetëm dikush që është vesh me një kostum, edhe ka punu në Wall Street, ka punu me një bersë të caktume, ose që edhe këtu e kina, domethënë bersën e Maqedonisë edhe, po qasja deri aty është shumë e vështirë, edhe sot e kësaj dite ti me shkue, nuk mundesh domethënë me investu aq lirë sikurse në botën e kriptovalutave ku ti vetëm e zbret një aplikacion nga Play Store ose App Store, regjistrohesh, disa të lipin domethënë konfirmim të identitetit, disa shkajnë të decentralizume nuk të vesin për identitetin, i fut disa pare, edhe me i herë ti mundesh me nis atë me thonë rrugtimin tanë në investimin në botën e kriptovalutave. Ndërsa ma herët nuk ka qenë e tillë. Ma herët shembull edhe informacioni ka qenë i vlefshëm, kur e këshyr shembull në stock market, ku edhe ka tregtu vetëm një kategori e caktuar njerëzve, informacioni ka pas shumë vlerë, sepse nuk ka qenë avancimi teknologjik sikurse sot. Shembull ti ki pagu për informacion, ndërsa sot informacioni ty të vjen në sekunda, sikurse ati në Wall Street, edhe sunulloj shembull në telefonin e tina, njëjtin moment edhe. Dhe kjo tash e ka ndryshu komplet mënyrën se si funksionon bota e investimit në asete virtuale. E lehtë domethënë është qasja, por ajo nuk nënkupton që i lehtë pastaj do t'jetë rrugtimi. Sa ajo rrugtim pastaj duhet me u shoqëru me edukim të mirëfillt. Edhe dallon gjithçka, sepse tash këtu na duhet me cek anën fetare, sepse na e dina se ekziston diçka që njihet si Forexi, që na normal si Crypto Albania, si shkak i arsyeve fetare, na nuk e preferojna, a kupton, dhe ju themi gjithë anëtarëve dhe gjithë komunitetit shqiptar që të shmangën nga kjo për arsye fetare, sepse ti në Forex ti tregton kontrata imagjinare, ti asnjëherë nuk je posedues i asaj çka blen. Shembull në botën e kriptovalutave, në spot trading, se edhe këtu tash e ka një pjesë e cila është ndaluar fetarisht bota e kriptovalutave, po në spot trading ti kur blen, shembull ki bo plan me blej 0.1 Bitcoin. A kupton? Çaki kapital e blen, i joti është ai 0.1 Bitcoin. Ti si dush tash e hek prej këmbimorës, e çon me një wallet tjetër, domethënë ju thojnë aty në shkan cold wallets, aty janë walleta si USB, Ledgera ose Trezora njihen, edhe e run aty dhe kur sën ta prej këtyje. A kupton? Aty është ai i sigurt. Se në këmbimore prap nuk je i sigurt. I kujtohet atij pronarit këmbimorës, ndaj fatkeqësi financiare, bjen bankrot, kena pas shumë raste në botën e kriptovalutave që kanë bankrotu këmbimore. Rast konkret e kena më të fundit të njohurin FTX-in, e cila ishte top 3 këmbimore, që menaxhoi biliona. Gabime që ka bo ekipa në menaxhim të fondeve edhe të fondeve të klientëve më e keqja e çojnë bankrot këmbimorën ku shumica e njerëzve i hupën fondet. I hupën, se domethënë ai si të bjen bankrot nuk le çasje te fondet e tuaja kry, ndërsa kur i nxjerr edhe i çon për këto volleta të ftohtë, çka njihen, çka janë si hardware wallets, ti i ke aty të sigurta. Ndërsa në Forex ti nuk posedon kur gjë, ti vetëm tregton kontrata imagjinare. Edhe plus aty përdoret një sen që ka quhet leverage. Leverage ty ta mundson shembull ti e ke kapitalin 1000 euro, ajo e ka ti leverage-in herë 100 ose më shumë, që faktikisht ti e duke hin pozicion si me hy me 100.000 euro. Kjo ekziston edhe në botën e kriptovalutave, që njihet domethënë tregtimi i derivateve. Aty hin futures, options, perps,
E na shembull për shkak bindjeve fetare që i kena dhe që jena në lidhje konstante me hoxhallare, shfrytëzoj këtu rastin me mi cek 2, por në veçanti njërin prej tyne që kompania jon Crypto Albanian gjithmonë këshillohet, është Hoxha Lokman Hoxha i Prishtinës, që personalisht Lokman Hoxha, po. Po, Lokman Hoxha që I njohur për çështje financiare, për fetfon ndaj këtyre ekonomike. Me respekt ndaj gjithë kolegëve që i ka, ndoshta personalisht mendoj më i miri në Ballkan. Më i miri në domethënë në botën shqipfolse, a kupton edhe? Po, dhe është pastaj edhe Hoxha Kushtrim Manxhukaj, që mirret edhe me aktualitetet teknologjike, domethënë të botës së kriptovalutave. Si shkak që na jena non-stop në kontakt me këta hoxhallar dhe këshillohemi si kompani, për shkak se na menaxhojna një komunitet dhe kena një amanet ndaj atij komuniteti, i cili ai komunitet të ne me besim që ka pas ndaj neve, që ne i respektojna këto parime fetare, është fut në komunitetin ton. E na tash non-stop duhet me qenë in me aktualitetet dhe ndryshimet që të cenojnë parimet fetare. E shembull një prej tyre është që kjo futures trading. Sepse në futures trading ajo është, domethënë, si verzion i Forexit vetëm në botën e kriptovalutave. Ti aty tregton kontrata imagjinare. Ai ta mundson shembull ti i ke $1,000 kapital, ai të mundson pozicion $50,000, $100,000 me tregtuti. Ti shembull me $1,000 ti mundesh me ble vetëm 0.01 Bitcoin. Ndërsa ai të mundon aty me tregtu shembull 1 Bitcoin. Se i vjen 1.000 herë 100, se 100.000 tash 1 Bitcoin. Po. Ama ti nuk e posedon atë 1 Bitcoin. Mi thon aty çka e përdor. Hajt nxerë këtë Bitcoin? Jo, se është kontratë imagjinare, ti nuk e posedon. Por atë shkak si shkak i arsyeve fetare, na vetëm e preferojna spot trading. Spot trading tash si shkak që i ka këto ndalesa të leverage-it, ti dush me pas një kapital të mirëfillt që me tregtu. Domethënë, haroje ti që dikush të vjen dhe thot unë janë nisa me $100 ose $1,000, jam bu milioner në kripto. Po foli për tash. Po. Se me respekt, nëse e ki ka Bitcoinin 10 cent edhe unë të besoj, ja kupton. Po, tash jo. Ama tash me tregtu me $1,000 dhe me thonë, unë i kam bon 1 milion, ti kishe me qena i rasti unik që kishe me hina atë kategorinë 0.001%. Se gjithmonë ekziston ajo probability edhe. Gjithmonë ekziston që dikujt ja ka dash, që themi. Ama ishte 0.001. Na po folna për realitetin, i cili është që kapitali duhet me qenë i mirëfillt edhe edukimi në nivel e pastaj mujna me thonë që mundet me qenë profitabil. Qartë.